zhvilluar sot teknologjitë dhe mediat e reja udhërrëfyese për zhvillimin. Është në fakt Elbasani, siç e thash, nga 3 ditë që në vende të ndryshme të botës, në Afrikë, në Kinë, në Amerikë, në Europë, në shumë vende të këtyre kontinenteve, flitet është diskutuar shumë për këtë çështje se si mediat e reja po i vinë në ndihmë komunitetit në zgjidhjen e problemeve që ato kanë. Përse Elbasani, ju e dini se PNUD-i ka tashmë po implementon një projekt të suksesshëm deri tani në Elbasan, që titullohet Aplikacionet e teknologjive të informacionit dhe komunikimit në qeverisjen lokale, dhe rritja e pjesëmarrjes qytetare në Bashkinë e Elbasanit. Dhe një nga aplikacionet që e zbatuar aty quhet i-pjesëmarrje ose pjesëmarrje elektronike, që në fakt pritet të rrisë transparencën dhe përgjegjësinë e bashkisë nëpërmjet rritjes së komunikimit me qytetarët e Elbasanit. Në radhë parë, realizohet dhe vlerësohet të pjesëmarrësit në këtë takim, siç dihet, teknologjitë e reja që përdoren sot në vendin tonë përmirësojnë akoma më shumë cilësinë e punës që bëhen si për shtetin vendor, ashtu edhe të gjithë pjesëmarrësit e tjerë në drejtim të plotësimit të kërkesave që ka komuniteti për punën që bën si bashkia ashtu edhe institucionet e tjera. Shpresojmë që me këtë takim ne të marrim një e domosdoshme që do na ndihmojnë në punën tonë të përditshme. Ju faleminderit. I cili nuk preferon që të mbajtë vlerë my countrymen. Shumë kuptohet çfarë është media sociale. Këtë janë një interesante dhe përvejt për të në përmesimerit e përthjesht këtarë. Në Paris, i thanë, po bëdhe biznes i madhë. Kush futet, fiton. Kush të futet, do mbezi parte në mësia të industria të shërbime. I ka të janë disa reklama. I interesuar të përfunohen nga Facebook në anglisht. Ti në Facebook ti nuk ke nevojë për televizor, për ekran, nuk ke nevojë për satelit, nuk ke nevojë për kabel. Ti thjesht ke një akses në internet, e cila në disa vende aksesi në internet po quhet drejtë themelore e njeriu, në Nordikë Suedia. Pasi diskutim për ta quajtur një drejtë themelore të shtetasve të vet. Ti nuk ke nevojë për asgjë, ti vetëm thjesht je dhe shikon aty. E ardha në një farë mënyrë është që edhe Facebooku, edhe YouTube-i thehen një farë mënyrë në televizion. Nuk e di sa për ju që kanë vënë re një fenomen të fundit, që po të shkosh në YouTube dhe të hapësh një llogari tënde, e cila është lidhur me një adresë emaili që zakonisht është Gmail. Ti ndërton kanalin tënd televiziv. Dhe sipas shijeve tua, që kalova këtë. Kush është ja? Sonte do të jam një që ka bënë që në fragojnë, do të sot mos i jam të fragosh. Do të letoni nga Bashkinë e Elbasanit të them, Në vjet mesazhin. Unë mjafton një celular, një llogarit të hapur në Facebook. Dhe kjo është nga 1.400.000 që është penetrimi që kemi kanë të shkruajmë. Faleminderit. Atëherë unë doja të thoja që sot Elbasani është bërë pjesë e një nisme globale, një samiti global mbi teknologjitë e informimit dhe komunikimit dhe mediat e reja si udhërrëfyese për zhvillimin. Është një samit që ka 3 ditë që organizohet në shumë vende të botës, ku lider të kësaj fushë, ku ekspertë të teknologjive të informimit, përfaqësues të shoqërisë civile, të medias, po flasin se si mediat e reja me të vërtetë mund të shërbejnë si udhërrëfyese për zhvillimin, si mund të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve të komunitetit. Siç e thash, Elbasani po i bashkohet kësaj nisme sot, dhe ku janë mbledhur përfaqësues të shoqërisë civile, të mediave, studentë, përfaqësues të pushtetit lokal dhe po diskutojnë specifikisht si në fakt mediat e reja po zhvillojnë, po ndihmojnë në zgjidhjen e disa problemeve që komuniteti ka këtu. Pse ne kemi zgjedhur Elbasanin është fakti se PNUD në bashkëpunim me Bashkinë e Elbasanit për një viti po implementon një projekt këtu që quhet Teknologjitë e informimit dhe komunikimit dhe rritja e transparencës së qytetarëve nëpërmjet komunikimit. Projekti i cili në fakt po jep rezultatet e veta dhe si do thuash po e bën bashkinë ose autoritetet lokale më të përgjegjshëm ndaj kërkesave që kanë qytetarët.
Besoj që aktiviteti është interesant në fakti që në fakt ky organizohet në Elbasan sot. Elbasani bëhet pjesë e një nisme globale dhe do shohim se çfarë temash, çfarë do diskutohet, çfarë do dalë në fakt nga ky takim. Një gjë është fakt që mediat sociale kanë mësuar një rritje galopante, është një rritje galopante në nivel global, gjithashtu Shqipëria është pjesë e kësaj rritje dhe shifrat tregojnë që në fakt në këto 2 vitet e fundit veçanërisht ka një rritje të numrit të përdoruesve të media sociale.